Beqiri? Sistemi ka probleme patjetër. Sistemi sot që po flasim është i mingarkuar. Reforma patjetër kishte një objektiv legjitim, që ishte pastrimi i sistemit nga element korruptuar, nga element pa aft, nga element pa zot për ta bërë detyrën si duhet, por fokusi ndoshta ishte më shumë se ç'duhet tek pastrimi se sa tek funksionimi. Pra nuk u mendua që sistemi të parapërgatitej për këtë tranzicionin institucional që po ndodhte. Pra u larguan shumë gjyqtar, shumë prokuror. Por duhesh menduar më shumë në mënyrë më strategjike mendojmë për zvendësimin e tyre në kohë dhe në mënyrën e dur. Dhe ja ku jemi sot që po flasim dhe ngarkesa është shtuar. Pikërisht sepse nuk mendoi njeri për pasojat. Pra u mendua vetëm të t'i heqim këta, t'i pastrojmë ata që duhet hiqin. Megjithatë, në trupën e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në këtë kohë për cilën po flasim, pavarësisht përvojës që kishin fituar me kalimin e viteve, u përfshin pas ndryshimit të sistemit në 91, 92, 93, njerëz pa formim juridik, njerëz pa lidhje me drejtësinë, por duke qenë të zgjedhur apo nga rrethi i njerëzve pranë partisë që erdhin në pushtet, bën 3 muaj kurs në Plepa në Durrës dhe u titulluan gjyqtar dhe prokuror. Patjetër që këto ishin probleme që sistemi i kishte të mbartura edhe ndër dekadat e tranzicionit, që duheshin sistemuar, duheshin korrigjuar. Pra u hoqën nga sistemi, jo për shkak të një vlerësimi profesional, po për shkaqe politike, gjyqtar dhe prokuror, hetues quheshin më herët, që kishin punuar në sistemin e kaluar, por u quajtën politikisht të papërshtatshëm dhe erdhën nga dikur në vitet 75-76 u përfshin nga klasa punëtore në sistem, tani erdhën nga klasa është një element i rëndësishëm demokratike në sistem. Që shpesh ndoshta nuk i kushtohet rëndësia e dur, është një moment i rëndësishëm ky. Dhe nuk është e vështirë të bëhet diferencën, për shembull kur shkojnë në një seancë gjyqësore, unë atko punoja gazetar dhe kam ndjekur shumë, e vjere kush është gjyqtari ose prokurori që vjen nga fakulteti i drejtësisë dhe kush është gjyqtari ose prokurori që vjen nga kursi i Plepave. Është e vërtet që ishte një eksperiencë ajo e akumuluar, pavarësisht se ai sistem ishte ato problematikat e veta. Ndoshta duhet të menduar edhe atëherë në atë momentin e pastrimit të madh që u bë në administratën publike. E njëjta gjë mund të themi edhe për administratën. Mund të ketë pasur element që mund të kishin bërë shkelje ose kishin abuzuar me drejtat e njerëzit. Por nuk mendoj se të gjithë duheshin futur në të njëjtin thes. Edhe me largimet që u bën masive dhe të ushtarakëve ndoshta dhe pra ishte një reformë atëherë e bën ato kushtet e fillimit të tranzicionit ndoshta edhe me ca element hakmarrje brenda, por që nuk duhesh bërë në atë mënyrë ndoshta. Dhe la dhe këto pasojat. Që sistemi u mingarkua pastaj dhe me njerëz që një pjesë e tyre nuk arritën të bëheshin juristë siç duhesh, ndoshta në një prej tyre dhe është përshtatur, pra në një që ka pas dhe formimin nga shkencat eksakte, mund ta ketë kapur më shpejt zanatin, profesionin, disa të tjerë nuk bëhen dot ndoshta juristë mirë. Po është tjetër çështje kjo.